Shiko, shumë çifte thonë, vajtëm 3, vajtëm 6, vajtëm 9 muaj, pse s'po ngelemi. Nëse rri mendja kur ti kryen marrëdhëniet intime, a do ngelem sonde? A do ngelem? Apo të vjen cikli radhës dhe ti vazhdon shqetësohesh, kjo ndikon shumë negativisht. Ne kemi 2 hormone, estrogen, progesteron, që çlirohen nga hipotalamusi dhe shkojnë në vezore, duke ne i bërë ato pjellore, pra të gatshme, për të pritur spermatozoidin, për të ngjisur, për të krijuar fetusi. Por në momentin që stresohesh dhe ke ankth, ndodh një çrregullim, një disbalans e këtyre 2 hormoneve dhe nuk na kryejnë atë që sapo thash. Funksionin e duhur. Atë funksion për të ngjisur dhe për të kryer shtatzania. Ama, kjo që sapo thash, mund të pres çifti deri në 1 vit. Nëse kalon viti pastaj, nuk duhet më të presi, po patjetër duhet të shkojnë tek specialisti i duhur, sepse është bërë dhe një çik një trend vin. Është bërë dhe një trend pak negativ, do thosha. Shkojnë në shumë veta. Ku nuk shkojnë? Të marrin. Nuk është e mirë kjo gjë, sepse ti çorienton mendjen tënde. Ky podcast është prodhim i Onovos.